Të dhënat më të fundit të publikuara nga Instituti i Statistikave tregojnë një rritje të shkallës së punësimit për grup moshën 15-29 vjeç, grup moshë, e cila është rritur me 0.9 përqindje krahasuar me 3 mujorin e parë të vitit dhe me 1.4 përqindje në raport me 3 mujorin e fundit të vitit 2024. Paralelisht është shënuar edhe një ulje konsiderueshme e shkallës së papunësisë për të njëjtën grup moshë. Aktualisht papunësia te të rinjt është në nivelin 17.9%, çka përfaqëson një ulje me 2.4 përqindje krahasuar me 3 mujorin e parë të vitit 2024 dhe me 1.3% krahasuar me fundin e atij viti. Një pjesë e madhe e të rinjve që nuk janë aktiv ekonomikisht, pra që nuk janë as në punë dhe as në kërkim aktiv të saj, deklarojnë se janë nxënës, student ose ndjekin forma të tjera trajnimi. Konkretisht, 72.7% e të rinjve ekonomikisht jo aktiv i përkasin kësaj kategorie. Ndërkohë, një përqindje shumë e vogël, vetëm 1.1% janë klasifikuar si të papunë të dekurajuar, të rinj që kanë hequr dorë nga kërkimi i një vendi pune për shkak të mungesës së besimit se do të gjejnë punësim. Të dhënat pasqyrojnë një ecuri pozitive të tregut të punës për të rinj, e ndikuar kjo nga dinamika të reja në ekonomi, politika nxitëse të punësimit dhe përfshirje më e lartë në programe edukimi dhe trajnimi profesional.